Sot, Tetova u bë qendër e solidaritetit dhe respektit për komunitetin artistik, duke mbledhur një numër të madh artistësh, por kësaj here ata nuk mbledhen për të mbajtur një koncert, por për të bërë qytetin më të ngrohtë dhe më të dashur për një arsye tjetër, për t'i dhënë lëmtumirin e fundit kolegut të tyre të dashur, Shpat Kasapit, i cili të enjte në mëngjes pas një sulmi në zemër, ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare. Emocioni në rrugë tek Pallati i Kulturës edhe deri në Vareza ishte i madh. Në varrim, morën pjesë një numër i madh qytetarësh, familjar të ngushtë, artistë dhe qytetarë të tjerë. E vetmja gjë që dominonte gjatë ceremonisë së varrimit ishin lotët e të gjithë të pranishmeve, të shprehura nga mërzia dhe pikëllimi i thellë. Për shumë prej pjesëmarrësve, kjo ishte jo vetëm një varrim, por një ritual nderimi për një artist që la gjurmë në jetën e shumë brezave. Ndërkaq, para se të përcjellësh tepër në banesën e fundit, familjar, miqë dhe bashkëpunëtorë u mbledhën në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku u mbajt edhe një mbledhje komemorative, nga ku në sallë, nëna dhe bashkëshortja dhe familjar të këngëtarit tani më të ndjerë prisnin njerëz që kishin shkuar për t'i ngushëlluar. Të pranishmeve, në mes të lotove që nuk mundeshte t'i mbaj dot, me një zë të dridhur nga mërzia, ju drejtua edhe motra e Shpatit Jehona, e cila tha se Shpati lindi me yll në ball, e i donte shumë fëmijë të plesht, derisa theksoi se amaneti i tij për djalin Roelin do ta kryej. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lamtumirën e fundit vëllaut tim dhe tuaj, Shpatit. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej, sepse kjo humbje nuk është e thjeshtë, është një humbje e një pjese të shpirtit, e një zërit të mrekullueshëm, që na ka shoqëruar gjithë jetën. Shpat, shpirti motrës, ti linde me yll në ball. Ishte së pari një njeri i mirë, me zemër të bardhë, të butë, dhe një njeri fisnik. Dije të ndjeje hallet e të tjerëve nga empatia jote e madhe, por edhe të gëzohesh me lumturinë e të tjerëve. Shpati, ti i doje shumë fëmijët dhe pleqt, por i kishe afër gjithmonë njerëzit që të shonin të qeshesh, doje shumë të qeshesh. Buzëqeshja ishte sinonimi yt. Për Shpatin folën edhe shumë kolegë, duke vlerësuar lart personalitetin e tij. Kujtojmë se Shpat Kasapi ndërroi jetë të enjte në Itali pas një sulmi në zemër. Ai ka lënë prapa bashortën Selvia dhe djalin e tij vetëm 3 vjeç, Roelin. Ndryshe, ai në skenën muzikore ka lënë pas shumë këngë, të cilat do të mbesin gjithmonë në zemrat e publikut.